Dashur, jemi rikthyer me pjesën e dytë të emisionit pas dita sportive. Siç thash edhe në pjesën e parë, do të kemi kampionin po ashtu dhe fituesin e Kupës së Kosovës. Padyshim, skuadra e cila po e dominon handballin e femrave, bëhet fjalë për ekipin e Istogut, e këtu te pranin shumë padyshim që kam trajnerin i cili është më meritorit që kjo skuadër po e ka një dominim të plot në handballin kosovar. Edhe mua prezent është për ndirë ta prezentoj trenerin Faruk Shala. Trener, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën e kënaqësimi dhe një herë këtu me ju. Një dominim i plot edhe këtë sezon, pra titulli i 5 në përgjithësi, i 4 i radhazi. Edhe kur e dim me për mënyrën që nuk po japin fakt edhe pjesa e qytetit, apo ndryshe po flasë për ata e cilat janë institucionet, nuk po e bojnë më atë mirën sa po e bon vetë ekipi Istogut për Istogun. Nëse shifet në aspektin sportiv, do të thotë është një vit shumë i suksesshëm për neve. Kemi arrit qëllimin me u kurorzu me kupën e 6 me radhë dhe me titullin e 5 në përgjithësi dhe të 4-tin me radhë, që është një sukses jashtëzakonshëm. Do të thotë mundje jonë është pagu, kemi arrit qëllimet tona. Natyrisht të marr parasysh që kemi pas edhe paraqitje të mira këtë vit në Evropë dhe do të thotë me arritjen e fitimit të 2 trofetë, domethënë në plot nije kemi arrit synimet tona për këtë sezon dhe kjo është në aspektin sportiv rezultat jashtëzakonisht i mirë, kurse në aspekte tjera sigurisht që ka shumë për të diskutuar, për të folur, po sido që të jetë rezultati është më i miri i mundshëm dhe i dëshiruar. Përgjithsisht si edicion, ka qenë më i vështirë se i edicionit e kaluar, apo si e komenton në përgjithësi këtë edicion, sepse ka pasur konkurrencë ndohet më të fortë se herë të tjera. Ka qenë interesant ky sezon dhe ky edicion, sepse vetë fakti që në finalet për titull kampionit Kosovës kemi luajtur me një skuadër tjetër, kurse në finalet e kupës me një skuadër tjetër, dëshmon që do të thotë Istogu këtë vit ka pasur më shumë rival dhe ka qenë më interesant. Marr parasysh Istogu mbi 10 vjet është skuadër që vazhdimisht synon trofe dhe vazhdimisht është konkurrent për trofe, kurse në vazhdimsi Istogu ballafaqohet me rivalë të ndryshëm, do të thotë rivalë të ndrohen, dikush një vit, dikush 2 vite, ashtu me radhë. Këtë vit do të thotë më me thonë për faktin që kemi luajtur finalet e kupës me Farizain dhe në finalet e Final Fourit me skuadrën e Samadreqës, do të thotë i kemi pas 2 rivalë të ndryshëm, Samadreqën për herë të parë në finale. Kjo bën që kampionati të jetë më atraktiv për neve, më interesant dhe më motivues, sepse ka pasur më shumë skuadra që kanë pretendu trofe, gjithashtu kemi luajtur me Revoshtrin në gjysmëfinale, në një ndeshje të fortë. Pastaj skuadra e Shqiponjës ka treguar jashtëzakonisht lojra të mira dhe edhe ajo ka qenë pretendent deri në fund, pa harruar dhe skuadrën e dytë nga Farizaj Kastrioti, që do të thotë dikon 6 skuadra kanë qenë që kanë synu trofe dhe kjo ka qenë e mirë për këtë vit dhe për handballin femror në përgjithësi në Kosovë. Shoh që vetëm një humbje keni pasur gjatë kampionatit të rregullt, pavarësisht edhe kësaj thujaj shtok këtu konkurrenca e fortë që ka qenë me këto ekipet e cilat fakt kanë investuar dhe që është mirë kur investohet sidomos edhe në handballin e femrave, edhe me shumë syri në fakt edhe tek handballi shkon më shumë tek femrat se sa tek meshkujt. Po, ndoshta ajo është edhe për faktin që handballi femror vërtet është atraktiv dhe t'jap një ndjenjë të veçantë nëse shohim 2 ekipe cilësore të duke ballafaqu mes veti. Sigurisht që do të thotë në fillimi i edicionit ka qenë i vështirë dhe normalisht që na qysh në ndeshjen e parë kemi pësuar një humbje, por pastaj do të thotë i kemi fituar gjitha ndeshjet. Kjo ka ardhur si pasojë që këtë vit Istogu vërtet ka pas shumë ndrime në skuadër dhe ndoshta edhe ky sukses ka qenë vështirë i arritshëm, ndoshta e pa imagjinuar, sepse pjesa kryesore e skuadrës kanë kaluar për skuadra të ndryshme europiane dhe është dashur që me ndru do të ndrymi i gjeneratës apo ndrym i pjesës 70-80% të skuadrës. Kjo normalisht që është dash pa kohë derisa
ne të komponohemi si ekip dhe të fillojmë të shfaqim vlerat tona, sido që tjetë pas asaj humbjes të parë që kemi pas fillim të edicionit, jemi mobilizuar dhe kemi arrit të kvalifikohemi deri në rundin e tretë të Kupës së Evropës, që për Që ne është prap një sukses i madh, e sidomos thëm drejtën, problemi me cilën na ballafaqohemi në vazhdimsi, do të thotë mungesa palesës tonë ka ndikuar drejt për drejt, sepse me fat ose me një mobilizim më të madh në rrethona, do të thotë si duhet të organizohet një ekip në shtëpi, unë mendoj që kemi pas potencial me bën edhe më shumë në Evropë, por kryesisht kemi qenë të penalizuar për shkak të mungesës së palesës, një prej tjera do të thotë probleme kryesore në përgjithësi sportit femëror, po folje për klubin e handbollit i Stogu, do thotë është mos stabiliteti financiar i skuadrave, në këtë rast i skuadrës së Stogut, dhe klubi është ballafaqur me dy probleme kryesore, do thotë mungesa e infrastrukturës dhe mungesa e stabilitetit financiar, sepse klubi i handbollit i Stogu ose në qytetin i Stogut nuk është lehtë me gjetë, do të thotë sponsor të mëdhej që mundën me barën kryesore të skuadrës. Pavarësisht gjithë këtyre sukseseve që dominon plotësisht, prap është një barë kjo pjesa e sponsorizimit, në fakt e sponsorëve që të vinë. Pse hezitojnë? Thëm drejtën, është barë shumë e madhe për klubin e handbollit të Stogu, dhe kështu me e kisha thonë me sinqeritetin më të madh, pas një dyshim, skuadra e Stogut është kampioni bindshëm më i varfër në Kosovë nga gjithë kampionat. Nashta për faktin që i Stogu nuk është ndaj qytet me shumë biznese, po edhe siç që thash, nuk është e lehtë me gjetë sponsorët për skuadrat, sidomos për skuadrat e femrave, kryesisht sponsorët kryesorë janë të përqendruar në sportin e futbollit, që është sport më popullor, edhe në basketball, ndërsa edhe pse ligji për sportin do të thotë është që kërkohet që sporti femëror të përkrahet më shumë në përgjithësi, do të thotë tek skuadrat në sportin femëror, po them në shumë sporte, po edhe te na në handboll kanë vështirësi për të gjetë stabilitet financiar dhe për të pasur sponsorë të qëndrueshëm, e aq më pak kur edhe më thonë që edhe institucionet tona duhet më bëj shumë më shumë, ose për neve në këtë rast do të thotë përkraja është minore, që e vështirëson, sidomos e vështirëson faktin që të gjitha këto suksese që i përmenëm, klubi i handbollit i Stogu i ka arrit në mungesë të pjesës kryesore, do të thotë infrastrukturës sportive ose palesës vet. Ne kemi arrit me qenë pjesë e 16 ekipe më të mira në Evropë në kupën, në Challenge Cup, kohën kur na kemi strevit jashtë, nuk kemi pas fare, domethënë palesës, që ka rasti veçantë dhe për Federatën Evropiane të Handbollit. Me një fjalë, rrugtimi joni gjatë prej 21 vjetëve është aq i vështirë sa që është, do të thotë, ka herë edhe rasti veçantë për jo vetëm për handbollin, por përgjithësi për sportin, sepse një skuadër me gjitha këto vështirësi të infrastrukturës dhe mos përkrajës duhur financiare me arrit gjitha këto suksese, pa modesti mendoj që është rasti veçantë në sportin e Kosovës. Jo vetëm Kosovë, po në përgjithësi këtë pa dyshim në rajon ose në krejt botën, ashtu si thotë. Thash më herët që për vetë Federatën Evropiane të Handbollit ka qenë befasi se si një skuadër në rrethona dhe në kushte të tilla që vepron mi arrit gjitha këto rezultate. Trajneri e di punën e madhe që e bën. E di që ndoshta ka ditë që ndoshta nuk pushon. Pra ke pak shumë gjumë, sepse punon edhe gjëra që të cilat nuk janë që duhet mi punu një trajner. Kemi parë edhe fotografi të ndryshme që gjatë kohës edhe deri në orën 1 ose 2 në brëmjes duke rregulluar palestrën, e cila ajo palestër ka, po flas, 14 vite ka pasur deri në rindërtimin e saj, e që brenda 2 viteve ose më shkurt se brenda 2 viteve filloi me probleme dhe prap tash është jashtë funksionit. Trajner, apo më trego drejt, sa orë gjumë i ban? Thom drejtën, pyetje e pasakon, po besoj që i prej atyre njerëzve
që i motor i cili e bën punën më të madhe? Unë punoj në arsim, do të thotë edhe çdo herë punën e filloj në mëngjes, kurse në shtëpi jam stuja mosafir, unë asnjëherë nuk kam mundësi do të thotë para orës 12 ose më herët më shkon në shtëpi, e zakonisht unë kur shkoj në shtëpi në familjen time gjithë janë pjetë, do të thonë me Kështu që njerë nuk i të loshen qofse nuk qesin për shpis. Po, nuk takon asnjëherë me ta. Kur çona në mëngjes, anëtarët e familjes janë punë, vetëm person që zakonisht e takoj është nona jam. Do të thotë me to përshëndetja në mëngjes, ndodh që tjerë anëtarë të familjes mos mi po me javë me vllahun tim të madh, do të thotë kam qenë në Zvicër, edhe më ka thirr vllau ku ndodhesh, thash jam në Zvicër, ku sakt, thash ti tregojni të shku në qytet me pa një ndeshje të mbollit. E tha edhe 500 metra, thash një pushimore, ktheu djathtë edhe pim kafe. Flasim se s'kena takuar. Kjo ka qenë takimi jon pas një muj dite, edhe pse jetojmë në një kulm, do thotë kjo është ai itinerari i jetës tim. Aja flej trajner? Ndonjëherë është ngarkesë shumë e madhe, ndonjëherë ndihesh i lodhur, ndonjëherë i mërzitur, megjithatë kur arrin rezultatet të synimeve që i ke pas, ndihesh pak më i relaksuar. Do të thotë përpas bashkëpunëtorëve duhet me punën me bë, do të thotë me pas takime me njerëz, me interesu për infrastrukturën, për gjitha pjesë me të cilat duhet më mirë në klub, me përgatit shërbitjen, me moj shërbitjen, fillot procedura e analizës së skuadrës, analizës kundërshtarit, do të thotë vjen deri te do të thotë ndodh kanë erë me mirë deri në 2, deri në 3, të punu, të shiqu, të planifiku, marr parasysh edhe angazhimet. Kështu që duhet janë të vërtetë ato fjalë që trajneri i bën taktikat edhe në 2 ose në 3 natës. Ne që joni ka thonë kështu, po ajo shumë është normale, s'është çështje e teknika, por që sporti sot ka evolu jashtëzakonisht shumë, do të thotë përpas një do të thotë për angazhimit që i takon sot një trajner është edhe analiza e pjesës skuadrës dhe analiza e skuadrës kundërshtare, do të thotë tani nuk ka në të kalumen shumica e lojëve nuk janë incizu, do të thotë nuk e pas mundësi në mënyrë audiovizuale me pa kundërshtarin se si luan ose për herë të parë ke pa në terren, sot është krejtësisht tjetër, do të thotë çdo ndeshje ti mundesh me marrë, me analizu, ka programe sofistikume që në detale analizojnë kundërshtarin ose ekipën tonë, dhe normalisht që kjo është krejt një punë shtesë që një trajner bashkëkohor, një trajner sot pa më parasysh si në sport i duhet shumë kohë që me kushtu punës cilën ai e bën. Çka duhet me bë trajneri Faruk Shala po ashtu me ekipin e historit mu vlerësu më shumë? Sepse nuk po di çka duhet me bë më shumë. Unë në bazë asoj titullin kampion e kemi, kupën e Kosovës e kemi. Çka duhet me bë më shumë? Çka janë duhet kërku? Kjo është një pyetje që vlen 1 milion euro, sepse unë nuk e di se çka duhet me bë një skuadër që është historiku që me pas vlerësimin meritor, qoftë qytet, qoftë përgjithësi. Do thotë ti mund ta fitosh një herë titullin e kampionit, mund ndodh për një arsye ose për një tjetër, por nuk mund ta fitosh 4 herë radhës ose 5 herë në përgjithësi, po ashtu edhe kupën e Kosovës. Mund ndodh një herë një rast që ti me kalu një rënd në Kupën e Evropës me tra një kundërshtar më i dobët ose diçka, por që 8 vjet radhëzi me kalu runde, kjo nuk është rasti, po është domethënë fal për kushtimit, punës, angazhimit dhe nivelit profesional që arrin me pas klubi, edhe po them kjo pyetje vlen shumë sepse ne si klub nuk e di çka duhet me votë që me pas një vlerësim meritor, nuk e di ndoshta edhe nëse kishim arrit me fitu njënin prej trofeve të çmueshëm evropian, ndoshta prap do të ishte të njëjtë, nuk e di, nuk mund të paragjykoj, po sido që tjetë fakti që është kështu ndoshta edhe na ka nalë ose na ka kufizu ose ka qenë një barierë që me arrit rezultate edhe më të mëdha, sidomos në kur është fjala për prezantimin e vendit tonë në arenën ndërkombëtare.
me prezentu vendin edhe me qenë ndër 16 skuadrat më të mira në Evropë gjatë Kupës Evropiane edhe me pas një dominim të plot për mbi 4 vjet radhazi, po ashtu 6 vjet radhazi në Kupën e Kosovës. Edhe trener kur ke diskutuar me ekipet e tjera, sepse tashmë pjesa kur garoni me ekipet të tjera evropiane, pa dyshim që kanë një farë lloj stabiliteti financiar ndryshe nga ajo në Kosovë. Cili ka qenë diskutimi dhe si kur i ke treguar se si janë rrethonat nga ajo se çfarë e shohin? Thom drejtën, mënyrën se ne funksionojmë dhe me çfarë ekipesh ne ballafaqohemi, se shumë herë kemi pas rastin me ballafaqu me skuadra me buxhet milionsh, është skuadrat në Evropë mendojnë që ne jemi skuadër e pasanikëve, që me këto rezultate dhe gjithë angazhimin që e bojmë përshtypja aty në parë është që na në handbollin evropian jemi një skuadër e pasme me stabilitet financiar, me kushte të mira, por në realitet nuk është ashtu. Ne nuk jemi as skuadra me e pasme edhe në nivel të Kosovës, do të thotë jemi larg nga ato skuadra që ndoshta kanë një stabilitet ose një buxhet më të lartë, por jemi të përkushtuar edhe ndoshta si më thonë edhe jemi fut në atë ranin e njohjes se si më rrihet rezultati, si vihet deri te trofet, qoftë atë organizimit të ndeshjeve ndërkombëtare, sepse mosafir në Istog ose në Pej kemi pas nga vendet me handbollin më zhvilluar gjithmonë në superlativ, të thotë përshtypja tine ka qenë që Istog është prej skuadrave më së miri që i organizon këto ndeshjet evropiane. Më thonë që ndoshta një prej faktorëve është që veç që kemi mbrija atë nivelin e dëshiruar ose atë nivelin deri diku duhur se si duhet me funksionu një skuadër, edhe ky angazhim edhe këto njohuri po i mbyllin këto vështirësi tjera që janë anash, qofshin mungesa e infrastrukturës, qofshin mungesa e duhur e përkrahjes, sepse dy gjona janë më të rëndësishme. Mund dështon ose mund mos me pas trajneri mjaftueshëm të mirë, se për mu trajnera të kësi nuk ka, po do të thotë ka shkallë sa mund të jenë të mirë ata. Një prej faktorëve për me zhvillu sportin është stabiliteti financiar i skuadrës edhe kushtet, do të thotë kushtet e punës, infrastruktura. Nëse këto faktorë plotësohen, atëherë do të thotë njerëzit që dinë ose mund me bëj punën si duhet, ata çdo herë janë treg dhe mund të afrosh te klubi, por në rrethona normale çdo komunë ose edhe përgjithësi shteti është dashur me pas një fokus më të madh te krijimi i kushteve për rinin dhe për sportin, sepse sot nuk është si përpara shumë më vështirë me rinin me dërgu në drejtim që u marr me sport. E tash kur flitet për shembull për palesën në Istog 18-19 vjet, sa nuk është ajo funksionale, unë nuk besoj që edhe ja vlen me diskutu shumë, sepse nuk është ajo diçka me zbulu ose me gjet, me thon kanë ndërtuar institucionet, pas kanë ndërtuar pak institucionet, qoftë komunale, qoftë nivel ministrisë në sportin e Istogut, se s'ka këtu secili naive më i madh din që është një dështim total se 18-20 vjet mos më mujt me përfundu një objekt modest, se nuk është ai objekti palestra e sportit në Istog në far objekti që i ka 20.000 ulse, 15.000 ulse, po është një objekt modest që nuk është shumë i madh, që nuk ka kërkuar dhe ku me di se çfarë investimi, dhe shteti mos më mujt me finalizu. Normalisht që s'ka qysh i bjen ndryshe veç një dështim jashtëzakonisht i madh, edhe më thonë edhe një mos vlerësim me neglizhencë totale. Mos vlerësim i sportistëve edhe i rezultate. A foto kanë qef medalë? Sidomos tash kur vjen koha e këtyre zgjedhjeve, këtyre po të dalin, po është ajo është puna e tina që nuk puna e institucioneve që s'kisha dash me u fut. Unë të e themi që çka do të më bëj për me në vlerësu. Komuna e Istogut e ka hartu një rregullore për kategorizim të klubeve sportive dhe por ajo simas në fund asamblesët e kanë hull prapë poshtë, do të thotë ka qenë një pikë aty që nëse do të thotë
një rënd i kalum Kupë të Evropës është vlerësu me 1 pikë. 1 pikë ka pas vlerën dikun ka ofër 100 euro, edhe për shembull nëse na kishim arrit se me 7 runde e fiton një nivel më të lartë. 7 runde, për shembull në futboll me 7 runde nëse i kalon e fiton Ligën e Kampionëve, se s'ka më shumë runde, sosin ato. E do të thotë vlerësimi është me 7 pikë nëse ti e fiton Ligën e Kampionëve në futboll, dhe për me fitu Ligën e Kampionëve në futboll ti jeni gjithë vetëdijshëm sa milion euro duhet me investu. Miliarda për milion. E për me fitu sigurisht që edhe në handball, për me fitu njënën pej ligave ose njënën pej kupave të Evropës, do të thotë duhet me investu milion investime. E do të thotë kjo tregon mas miri se sa është i vlerësuar, se si shihet një rezultat kulmor. E aq më pak për shembull kur dëgjojmë njerëzit të bisedu se si mrihet rezultati ose si mrihet trofeu, si fitohet trofeu, ka një herë na i kemi në Kosovë gjudistat më të suksesshmit, për shembull si mi tregu asaj Distria Krasniqit ose Toni Kukës, se si dikush që as në televizion nuk e ka pa lurat olimpike, mi tregu ose mi mojt ligjërata se si fitohet një medalje. Atëherë në profesionin ton na bim shumicën e herëve vim në këso situata që me bisedu me njerëzit që nuk e kanë as idenë më të vogël as si organizohet klubi, as si mrrihet suksesi, as si fitohet trofeu, po prej shtëpisë. Po çka trajner nëse nuk ish pas sukses këtë vit i stovu? Si ju kishe përmbajt kritikave? Thom drejtën, sepse kërkush pavarësisht që një pjesë po besoj qytetit të brenda historisë e din që se si pra shkon klubi historisë apo ndryshe e din pak a shumë edhe pjesën e financave edhe probleme financiare që ka ekipi historisë, pavarësisht kësaj edhe është dominuese plot në handbollin kosovar të femrave, por çka ose si është parë ose po imagjinojmë se si është parë për shembull në nivel qendror kjo. Te mos suksesi në sport është për shembull kur skuadra fiton do të thotë suksesin e morën gjithë përsipër. Edhe për shembull një trajner si që më nëse ke fitu, ke arrit me fitu kupën ose titullin, të gjithë njerëzit i ki ofër teje të t'i rekrat në këtë formë. Se une në karrierën time ka ndodhë me fitu finalin dhe mos me fitu, si gjithë trajnerëve si ndodhë. Momentin që një trajner nuk e fiton trofeun, mrena pak sekundave e shef që nuk e ki ofër askand. Do të thotë i e krejtësisht i vetën. Do të thotë kjo forma e funksionimit sportit është kështu, edhe jo vetëm të na, por në përgjithësi, nëse fiton i ki ofër të gjithë, nëse nuk fiton trajneri gjithmonë mbetet i vetën, për ata trajnerat edhe janë ata që e kanë ndje me fitu edhe mos me fitu, kur futen në një final ose me çdo kusht tentojnë që me mobilizu ekipën, me motivu me ardhë deri te suksesi, sepse e din sa është pesha e mos fitimit trofeut ose humbjes së një ndeshje finale. Unë po besoj se secila prej skuadrave pa dyshim kish pasur ose ka dëshirë të ketë lojtarët e historikut pra brenda skuadrës së tyre. Po si po arrin me mbajt trajneri Faruk Shala lojtarët, sepse pa dyshim kur e dim që një pjesë tjetër e ekipeve po investojnë edhe pavarësisht ekipi tjetër që është historik kampione ka probleme financiare, si po arrin me qëndru, a është pjesa e përvojës apo pjesa të cilën nuk është se shikojnë edhe shumë lojtarë pjesën financiare. Pjesa financiare është gjithmonë për një sportist shumë e rëndësishme. Ndoshta këto nuk mund të them që jam më meritori që po arri me i mbajt lojtarët afër klubit. Sigurisht do të thotë këtu është shumë e rëndësishme edhe kur përzgjedhen lojtarët që me përzgjedh lojtarë me një karakter të qëndrueshëm, një lojtarë që mundet edhe në sfidat me cilat do ta faqojë klubi më kon me ju përshtat, po ndoshta sepse unë thash që na nuk jemi klub i pasur, na nuk jemi klub që mund t'i ofrojmë kushtet jashtë komedisë sa të mira lojtarëve, por
kjo është merit më thonë e qytetit të Istogut, sepse edhe nëse nuk ka mujt qyteti me ofru kushte të mira financiare, ju ka ofru shumë, do më thonë, shumë në kuptimin pjesës tjetër, do të thotë të sjelljes mirë ose të asajna që ne ndogagjin e kemi si vërtet, do të thotë të pritjes së njerëzve në mënyrën më të mirë, edhe ndoshta dashuria që ju ka ofru edhe afërsia që ju ka ofru qyteti i Istogut ka ndikuar që lojtarët për shumë kohë me qenë besnik edhe me bo shumë për qytetin e Istogut, e sigurisht unë e kisha dashur që do të thotë përkundër këtyre angazhimeve që i thash për veten time në këtë emision, do të thotë pa asnjë dyshim me merituat për këto suksese janë handbollistët të cilët unë i kisha falenderuar sepse ato janë që luftojnë, ato janë që angazhohen në teren, edhe kur hinë në teren pa marrë parasysh rrethonat, kushtet ose vështirësitë me të cilat ballafaqohen, ato japin maksimumin dhe unë si trajneri i tyre kisha padyshim dashur të thonë që jam shumë krenar për to dhe kisha falendëruar nga zemra që këtë vit kanë qenë shumë dëgjueshme, janë angazhuar dhe këta trofe dhe ky sukses më shumë t'ju përket atyne. Trener, kemi diçka të fundit që duhet me përmend? Apo nuk ka? Jo, nuk ka. Besoj që bisedum gjatë, edhe bisedum për shumë gjona, unë vetëm ju kisha sepse për objektiv po kuptohet cili është objektivi prapi radhës, pavarësisht asaj. Objektivat e Istogut janë gjithmonë që me mrit trofe dhe synim kryesor është që sa më lart që është e mundshme me dërgu do të thotë klubin e Istogut në arenën ndërkombëtare, vetë fakti që jemi në 70 skuadrat më të mira prej 400 skuadrave në Evropë, do të thotë në ranglistën e skuadrave më të mira dikon Istogu ndodhet te veni i 70. Kjo mëse mirë determinon rolin dhe suksesin që ka pasur në klubit të ndbollët Istogu. E shpresojmë që këto nivele të arrijmë me i kalu dhe me pas rezultate dhe shumë më të mira, sepse përfaqësimi më i mirë i vendit është në sport, sidomos në arenën ndërkombëtare ku rezultatet janë të prekshme dhe rezultatet janë të vlefshme për vetë do të thotë nivelin e garave evropian. Unë trener nuk dyshoj as pak në suksesin e skuadrës së Istogut. Edhe unë e di që jeni duke bërë përfaqësimin më dinjitos të shtetit, duke quar skuadrën e Istogut ndër 16 skuadra më të mira të Evropës e 70 më të mira të botës. Kjo tregon shumë. Por unë shpresoj që të hapin syt bizneseve fillimisht, po ashtu edhe institucionet qoftë lokale, qoftë atyre qendrore që t'i ndihmojnë sportit e në përgjithësi ekipeve të cilat japin dhe fakte ngrisin flamurin në çdo vend të Evropës dhe të botës edhe japin imazhin apo ndryshe edhe marketingun më të mira duke u bërë të barabarta mes të cilin prej shteteve të tjera. Faleminderit shumë për krajën e përgjithshme, po edhe për besimin që keni ndaj nesh si klub. E sigurisht tu ju falenderoj edhe për vetë faktin që vazhdimisht i keni promovu dhe keni qenë do të thotë një promovues të gjithë sportdashët, i gjitha sukseseve dhe arritjeve tona dhe sigurisht që klubi e ndbollët Istogu dhe unë si kryetrajner jam shumë falenderues juve dhe radios suaj. Faleminderit shumë trener. Atëherë